Përshëndetje dhe mirë se vini në konferencën e së premtes të kryetarit Partisë Demokratike Profesor Dr. Sali Berisha me gazetarët. Ndërkohë që unë dhe gazetarët jemi në selin e Partisë Demokratike, zoti Berisha na flet nga banesa e tij. Fjala për ju, doktor. Mirëdita dhe përshëndetje gazetarëve të pranishëm në sallë. Përshëndetje të gjithë qytetarëve që ndjekin këtë takim periodik të shtypit. Sot jam para jush për të shpallur publikisht para shqiptarëve një ndryshim rrënjësor në programin e Partisë Demokratike. Ky ndryshim rrënjësor i programit të Partisë Demokratike parashikon një ndërhyrje të fuqishme, një përmbysje të vërtet në shpërndarjen e të ardhurave dhe pasurive publike në Shqipëri. Të dashur qytetarë dhe qytetare, shoqëria shqiptare sot është e ndarë me një hendek të tmerrshëm midis një pakice që pasurohet në mënyrë të papërmbajtur dhe një shumice, po thuaj një shumice tjetër, që varfrohet frikshëm gjithnjë e më shumë. Partia e Iniciativës së Lirë nuk beson kur Partia Demokratike se duke luftuar iniciativën e lirë mund të luftoj varfrin. Por ajo që Partia Demokratike dhe qeveria e saj ka në dorë, të përmbys skemën e gjertanishme të shpërndarjes të ardhurave dhe pasurive publike, në mënyrë që shqiptarët në vendin e tyre të kenë një jetë normale, pavarësisht nga aktiviteti i tyre. Sot Shqipëria është vendi me përqindjen më të lartë në Europë dhe ndër më të lartat në botë të varfrisë së popullatës, por e vërteta është dhe të mjerimit, të cilat nga një shpërndarje çnjerëzore të ardhurave, nga plaçkitja masive e tyre dhe burimeve natyrore, ka arritur që varfria e skajshme apo mjerimi të rritet nga 1,04 në 3,4%, pra të rritet më shumë se 3 herë, dhe varfria relative të kaloj në 46%, dhe kjo është një siren alarmi klithme që buçet
në pothuaj në gjysmën e vatrave shqiptare. Kemi shpallur para jush minimumin jetik 200 euro për çdo shqiptar. Kemi shpallur dyfishim në rrogave pensioneve gjatë mandatit të parë. Rritjes pensioneve mbi bazën e 200 eurove të minimumit jetik. Kemi shpallur heqjen e TVSH-s për ushqimet bazë. Por analiza e gjitha këtyre masave, ballafaqimi i tyre me realitetin, tregon se janë të domosdoshme një seri masash tjera. Rikujtojnë shqiptarët se italianët karshinesh kanë nivelin e varfërisë me 780 euro, ndën 780 euro. Por u rikujtoj gjithashtu se italianët absolutisht blejnë ushqimet në dyqanet e tyre më lirë se shqiptarët. Më lirë se shqiptarët, të cilët vetëm për ushqime shpenzojnë 40% të rroga të ardhurave të tyre. Pra, unë nuk them se shqiptar do të arrijnë nivelin e italianëve, jo. Nuk është ky synim. Por synimi është një rishpërndarje tërësisht tjetër e të ardhurave dhe burimeve natyrore, pasurive natyrore. Në qoftë se sot 80% e të ardhurave shkojnë për të vjedhur nga qeveritarët në të ashtu quajtura investime kapitale e tjerë, kjo shifër do të harrohet. Përparësia absolute do ketë investimi tek njeriu dhe kapitali njerëzor, tek rrogat, pensionet, minimumi jetik dhe një përpjekje e madhe për të shuar sirenat e mjerimit. Nuk mund shteti kur t'i shes me t'jejtin çmim energjinë elektrike ati që merr 180 euro me ati që merr 7.000 euro si dumani me kompani. Ky disproporcion përbën një krim. Ky diskriminim përbën një krim. Dumanët marrin sa 70 pensionist dhe pensionisti paguën energjinë elektrike me çmimin që paguën dumani. E njëjta gjë është me ujin. E njëjta gjë është me shërbimin shtetësor. E njëjta gjë është me transportin. E njëjta gjë është me gjitha shërbimet publike. Një skemë e re. Një skemë e re e shpërndarjes të ardhurave, në cilën shteti do marrë përsipër sasinë jetike të energjisë, sasinë e energjisë që i duhet për nevojat minimale një familje që nuk ka. Dhe këtu do përfshihen dhe ata që janë me rrogë minimale.
A ka gjë më të padrejtë se sot të dalësh me tezën se do ulim çmimin e energjisë? Që Balluku të bëhet dhe me pasur dhe Edi Rama të bëhet me i pasur. Që Dumani të paguaj më pak. Dhe pensionistët të paguaj një lloj si ata. A ka gjë më të padrejtë se sa ai që rrit 3 fëmijë të trajtohet një lloj si ai që rrit 1 fëmijë? Këto pabarazitët të çnjerëzore do marrin fund. Ndaj dhe një grup ekspertësh, shqiptar dhe ndërkombëtar, do të përgatisin për Partinë Demokratike skemen e re të shpërndarjes së të ardhurave dhe pasurive publike. Kjo është skemë emergjence. Kur ndigjon burra dhe gratë moshuar që kanë shkri jetën e tyre në punë, dhe tani tregojnë se me pension nuk mbyllin dot jo muajin, pas 15 ditë. Nuk mbyllin dot me shumë se 2 vakte në ditë. Kjo s'është kur Shqipëria e tyre. Kjo është Shqipëria që i ndërshkon ata. Narkoekonomia është bërë një ndërshkim i madh për të varfrit e këtij vendi. Narkoekonomia dhe i kërkoj guvernatorit të Bankës së Shqipërisë të informoj Bankën Europiane, të gjitha bankat, se narko-eurot po mbysin ekonominë shqiptare. Të shpall publikisht sundimin e narko-euros në tregun monetar shqiptar. Nuk mund të spekulohet më. Jo turizmi, jo kjo e sa është turizmi sot. E dini që euro sot është 98 lek? Çfarë do thot kjo? Kjo do thot 40% zhvlerësim i remitencave që u dërgojnë emigrantët familjeve të tyre. Po, 40%. Dhe me cinizëm ekstrem, Edi Rama, kur i levërdis llogarit me euro, atëherë kur mirë 148 lek para 12 vitesh, u thot se mirë 100 euro, pa çka se blinin 2,2 herë më shumë se sa me pension e sotëm, dhe kur nuk i intereson, i llogarit me lek. Banka e Shqipërisë duhet të shpallë emergjencën kombëtare të intoksikimit, të sofokimit, të ekonomisë nga narko-euro dhe të jetës së qytetarëve nga narko-ekonomia. Kontejnerët, kamion që vinë me euro, po bëjnë miliardierë, trafikantë dhe oligarkë, po rënojnë dhe varfrojnë gjithnjë më shumë shqiptarë, po vrasin masivisht vendet e punës, sepse kanë shkatruar eksportin, i cili është generatori kryesor i prodhimit. Pra, për të gjitha këto, Partia Demokratike do të bëjë një transformim
rrënjësor do përmbys skemën e drejtanishme të shpërndarjes të të ardhurave. 16% të buxhetit merr Lubi Balluku sepse i ndanë në 14 lote, 14 kontrata, 13 kilometra rrugë unazë të Tiranës, për të vjedhur 14 herë. Kurse pensionistëve u lihen 16 milion euro për indeksim për vitin 2025 dhe bonusi i blerjes votës në kundërshtim flagrant me ligje dhe kushtetutë. Pra, besoj dhe jam i sigurt se me këtë transformim rrënjësor të platformës së shpërndarjes të ardhurave në Shqipëri, e cila është e domosdoshme për të ndaluar vrapin e këtij varfrimi të frikshëm të shqiptarëve, shkak kryesor i largimit tyre, do të jetë betimi dhe zotimi i Partisë Demokratike, do të jetë platforma me të cilën ne duam të ndryshojmë dhe të firmosim ndryshimin e Shqipërisë. Faleminderit. Doktor, kalojmë tek pyetjet. Zoti Berisha, Isami Zyraj nga Ora News. Ditën e djeshme, gjykata kushtetuese ka marrë përfundimisht vendimin që ka lënë dhe ka quajtur kushtetuese një prej dy masave të SPAK ndaj teje, gjë që nuk ndryshon në fakt në thelb situatën tënde ligjore. Zoti Berisha, gjykata e Strasburgut, aty ku do ta çoni ju sigurisht vendimin, do një afat kohor shumë të gjatë, ndoshta një vit për të shprehur në lidhje me vendimin ndaj teje, ndërkohë që zgjedhjet e përgjithshme parlamentare janë shumë afër. Për te mënyrës se si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri dhe për te asaj që ju padyshim që jeni kryetari i Partisë Demokratike, a po e konsideron Sali Berisha nxjerrjen e një tjetër kandidati për kryeministër duke u bazuar në vendimet e gjykatave vendase, zoti Berisha? Faleminderit. Gjykata kushtetuese me vendimin e saj dje u bë pjesë e grushtit të shtetit, e grabitjes së pushtetit parlamentit nga mercenar, gjykatës me 4 mbiemra, me anë Kroçatës, Kaji, Sisi e tjerë. Gjykata shkrojti jo vetëm kushtetutet, por dhe Kartën Universale të Drejtave të Njeriut, Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut dhe një seri vendimesh të gjykatës Strasburgut. Ajo gjykatë, për të mbrojtur grushtin e shtetit, përvetësimin e pushtetit parlamentit për llogari të kryeministrit nga mercenar, gjyqtar dhe prokuror, shkoi gjerë në shkallën absurde të shpall lirinë e lëvizjes si jo një liri individuale. Dhe si pasaj liria e lëvizjes nuk përfshihet në lirit personale apo individuale. Nuk mund të ketë akt më poshtrues për një jurist që ka alfabetin
e ligjit dhe kushtetutës. Liria e lëvizjes, të nderuar qytetar, në hapësirën europiane dhe në traktatin e Bashkimit Evropian, e vërteta është liria më themelore. Ajo rreshtohet liria e dytë e njeriut. Ajo sankcionohet në mënyrë eksplicite në Kartën Universale të Drejtave të Njeriut, të Organizatës Kombeve të Bashkuara, sankcionohet në Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut dhe në një seri vendimesh të gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut të Strasburgut. Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, Sali Berisha është personi që në vitin 2012 ka dërguar në parlament amandamentin për heqjen e çdo lloji barriere ndaj drejtësisë për imunitar, për deputetët. Por ky amandament është rrëzuar në mënyrë kategorike nga opozita asaj kohe dhe t'jemi të vërtet qendrim ky i mbështetur dhe nga Këshilli i Europës. Pra, nuk për sa i përket në rrafshin personal, atë amandament që kam dërguar në vitin 2012, unë e firmos dhe sot, por përgjithësa është i shkruar në kushtetutë, nuk ka as të tillë as të tillë që mund të shkruaj kustetutën përveç vullnetit të popullit të shprehur me 94 deputet në tij. Pra, kjo njëra anë, po ana tjetër, nuk ka interpretim me stalinist, ju them unë ju, që as në gjykatat staliniste dhe naziste apo teokratike nuk mund t'i interpretoj se liria e lëvizjes nuk qenë ka liri individuale. Po ku kujton se në atë gjykat ka njerëz që gjoja i kanë kushtuar jetën e tyre, organizatave të drejtave të njeriut, kupton se çfarë metamorfoze të tmerrshme kanë mësuar ata. Jo për mua, edhe një herë them, sepse pasi kanë marrë pjesë në grushtin e shtetit kundër shtetit, ata kanë shpall antikushtetues vendimin. E Irenave me 5 mbiemra, e Dumanit me 3 apartamente me radhë. Po, sepse ata kanë deklaruar shkeljen e parimit të proporcionalitetit, parimi sankcionuar në kushtetut, dhe shkelja e këtij parimi është shkelje e kushtetutës. Sigurisht që avokatët e mi të cilët gjej rastin t'i falënderoj shumë për paraqitjen, për dokumentin e shkëlqyer që ka dorëzuar shterrues në gjykatën kushtetuese, sigurisht që ata janë referuar dhe s'mund mos i referoheshin edhe parimit kushtetues të proporcionalitetit dhe shkeljes së këtij parimi. Por, për mua rëndësi ka se
qëndrimi i tyre ndaj lirive të individit, ku deklarojnë se liria e lëvizjes nuk është liri personale, nuk është liri individit. Lirit e individit janë e drejta e shprehjes, e besimit fetar, e lëvizjes dhe iniciativës lirë. Në traktat e Bashkimit Evropian, në rëndësishme është liria e lëvizjes. Pra, e kuptoni ju se me çfarë kemi të bëjmë me një trup puqiste, firmos puqit, rishkruan kushtetutën, si që ka bërë, po kjo nuk është rasti më i rëndë i kësaj trupe, është hedhja poshtë e ankesës së 28 deputetëve sikur gjoja nuk legjitimoheshin. Ky është atentati më i rëndë kushtetues në historinë e shtetit. Shqiptarët nuk e kanë kuptuar mirë se duke i mohuar të drejtën kushtetuese të pakushtëzuar nga kushtetuta 28 deputetëve, edhe njërë them, e vetëma e pakushtëzuar, se të tjerët e kanë, po e kanë me kushte, gjykata kushtetuese i ka dhënë licencën një qeverie të bëjë çdo gjë me këtë vend, me territorin e tij, me popullin e tij, me pasuritë e tij. Pra, këto janë komentet e mia për vendimin. Por, duhet të them këtu. Afërmendshi ka thënë të vetëm të vërtet, se është një gënjeshtar kongenital, po këte ka thënë të vërtetën. Shqiptar duhet ta dinë se Afërmendshi regjistron dhe ka përdor të gjitha mënyrat për të marrë peng gjykatës dhe prokurorë të tjerë. Ndërkohë që skapistët janë grupi më i komprometuar, më i korruptuar, janë organizate vërtet kriminale, por ata askush si regjistron. Ky përdor të gjitha praktikat antiligjore, si presione përfshi edhe ato që i ndalon ligji, çështjet intime dhe çështjet familjare. Për ta mbyllur këtë punë, për të kuptuar shqiptarët se cila është gjykata, e cila thot studioj rastin Tahirit. Rasti Tahiri është krejt i kundërt, për kumazi. Gjykata nuk ka refuzuar në mënyrë kategorike kërkesën për masa shtrënguese ndaj tij, sepse këto i ka parlamenti, thot gjykata. Por kulmon me mos tërheqjen e gjykatës. Edhe ajo me 2 apo 3 mbiemra, apo 1 mbiemër, se s'kam parasysh tani mirë, e cila voton për propozim në burrit vetë, e partnerit. Tani, qytetarë dhe qytetare, a mundet që një gjykatëse të votoj, por nuk ndodh në botë, përveç se në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Unë, në respekt të parimeve dhe ligjeve, dhe jo as pak për të ndikuar se isha i sigurt që s'ndikonte asgjë në vendimet e tyre, kërkova dorëheqjen e partneres Enkelej Dalibej
me qenë sa i kishte bërë një raport të veçantë kundra meje. Raport, natyrisht, si që kishte diktuar Edi Rama dhe Ulsi Manja, që i manë të shoqen në Ministri në punë, shumë mirë s'kam në një kundërshtim, por natyrisht e ka një tregueshmëri kjo. Tani, kjo zonja, imagjinoni, kur kërkuam dorëheqje, jo tha, nuk ndahem unë nga votimi për burrin, për partnerin. Gjykati thonë kësaj, dhe t'jente një gjë i kërkojnë trupa gjykuese. A kjo është fytyra e vërtetë e drejtësisë. Isa besoj se dhash një përgjigje shtërruese për ato që i interesove. Në fakt dua të rikthehem tek pyetja ime. Në një moment ta marrim të mirëqenë se 15 gjyqtar që kanë shqyrtuar çështjen tonë në të gjitha shkallët mund ta kenë shkelur ligjin. Në vetën e parë, Sali Berisha është i gatshëm të ndërmarrë veprime që opozita të mos shhyjë në zgjedhje me një kandidat i cili ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Do me thënë, më pyeti mua a do pranoj Sali Berisha t'i caktoj Edi Rama kryeministrin dhe kryetarin Partisë Demokratike. Kur? Sali Berisha s'pranoj këte kur synoj administrata që po largohet nga pushtetin Shtetit Bashkuara dhe do pranoj nga Edi Rama. Betejë ime është për sovranitetin e këtij vendi. Dhe jo 20 apo 30, po dhe 150 po të firmosin, s'do mund t'i caktojnë opozicë kur kryetarin. Cila ishtë, si u ktheva unë, kur e pash se kryetarin e kishin futur në xhep. Ju kujtohet besoj apo jo? Se si dilte Lulzim Basha thoshte që në ndikimin e fort të ambasadores amerikane mora këtë qëndrim. Dhe pastaj thoshte se në qoftë se Berisha nuk tërhiqet do ketë pasoja të mërshme, thoshte. Për veten, për fëmijët, për vendin. Pra, dështojnë këto përpjekje, do dështojnë çdo përpjekje. Nuk është çështje zgjedhjesh këtu, se ajo është një farsë. Ajo është një farsë, kjo është një diktaturë. Zotëri, ju lutem lexoni rezolutën e 109 partive të Qendrës Djathtë, në të cilën shkruhet e zeza mbi të bardhë. Shqipëria është narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Dhe se shteti dhe krimi janë një sipërmarrje përbashkët. Mundësisht. I ripërsërisni këto për hir të shqiptarëve. Unë e kuptoj se mediat kombëtare i kanë të ndaluara. Mediat kombëtare nuk japin asnjë lajm për këtë rezolutë. Nuk japin asnjë lajm negativ për kreun e narkoshtetit sepse ushqehen si shushunja me pasuritë publike të shqiptarëve. Po ju të tjera të paktën kompensoni ato duke o thënë të vërtetat shqiptarëve. Është diktaturë, është narkodiktaturë. Dhe nuk bëhet fjalë për zgjedhje në narkodiktaturë, bëhet fjalë vetëm për farsë elektorale. Besoj se tani ishte shtërruese përgjigja ime. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews. Një nga nënkretarët e partisë suaj, përkatësisht që është njëkohësisht dhe kryetari i grupit parlamentar zoti Gazmend Bardhi, gjatë ditës sotme ka bërë një reagim pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ku mes të tjera shkërkon nga SPAK dhe GKK që të tashmë, po themi të marrë në shqyrtim vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të revokohet masa e arrestit ndaj jush. Në rast se ndodh një variant i tillë, një skenar i tillë që
gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të ndryshoj masën tuaj, pra ta revokoj arrestin në shtëpi, por t'ju lër vetëm detyrimin në paraqitje. Këtë herë do e zbatoni paraqitjen përpara prokurorëve të SPAK, do të shkoni periodikisht çdo javë apo çdo muaj në bazë të asaj se si do të vendos gjykata? Zoti Hoxha, qëndrimi im ka qenë i lidhur kryekput me kushtetutën. Lexojeni kushtetutën, ju lutem. Kushtetuta përcakton kufizimin e lirisë dhe drejtave ka një nën saj, kur nuk zbatohen vendimet e ligjshme të gjykatave. Mendoja pak tani, sa i ligjshëm ishte vendimi i gjykatës Naj Sali Berishës dhe i SPAK-ut, sa i ligjshëm, vetë gjykata antikushtetuese, shpalli antikushtetues vendimin e tyre për shkeljen e parimit të proporcionalitetit. Pra, në thuaj ti mua, kush kishte të drejtë? Edhe me këte, unë ja u them prapë dhe insistoj, për mua kryesore ka qenë marrja e pushtetit parlamentit, se këshim bërë me grushteti. Por në këtë rast, a nuk kemi të bëjmë me një vendim të paligjshëm në të cilin e shkel kushtetuta? Atëherë, më thujti mua, pse nuk u shpreh për vendimin gjykata fuqishte kushtetuese? Kërkesën e kishte aty. Pra, këtu është një vend pa ligje, këtu është një vend pa standarde, edhe njerë ju rikujtoj zotëri, ju lutëm shumë. Samuel Huntington ka shkrojtur dhe ka mbrojtur se forma me keqe diktaturave është diktatura e bandave. Sepse kjo diktatur nuk respekton as një ligj, as një rregull, as një norm, as një standard. Ja pra urdhro. Kjo gjykat, që ka gjykuar dje, thot se shkel parimi proporcionalitetit. Është shkel kushtetuta. Atëherë lind pyetja, shtoj pyetjen unë. A kishte të drejtë Sali Berisha të zbatonte një vendim jo antikushtetues? Ja s'mund ta zbatonte atë vendim. A ishte një vendim me dy masa. Po këta s'kan as një ligj, as një moral, as një standard. Ja pra kjo është, a më thonë. Shkuar në parlament, unë zbatova, unë s'kërkova asgjë tjetër, vetëm të ndigjet, të zbatohen ligjet. Sa do që dhe aty bën shkelje, po të prisje ti, po të pakten, parlamenti pranoj puçit. Kjo është gjithçka. Sali Berisha do të qëndroj për shtetin ligjor me të gjithë forcën dhe mundësitë e tij. Pra, kërkohet nga unë që të zbatoja një vendim antikushtetues. Me gjykimin e sotëm e kam fjalën, me këtë gjykim që kanë bërë, sepse aty e kanë thënë ata, është shkel parimi i proporcionalitetit. Neni 17 i kushtetutës përcakton, detyron respektimin e parimit të përpjeshtimit, e ka përpjeshtim, të përpjeshtimit në qëndrimin ndaj masave shtërnguese të drejtat e njeriut. Po ku kanë këta lej, ku kanë kushtetut këta? Këta janë qeta e Gjokës. Këta janë bashkëpunëtorë në krime. Plum Gjoka u thot atyre tani, ndryshojeni pak. Ma ishtë mi ishtë ato anë kroqate se duhet dali lirë dhe një të mledh vota në Velipoj,
Dhe ata janë gati. Pra, nuk ndjek ky. Ky është një sistem që nuk zbaton as një norm, as një standard, as një ligj. Zoti Berisha, Anisa Kadesha, Televizioni Shqiptar. Në vendimin e gjykatës kushtetuese, apo krijohet precedenti i injorimit të rolit fundamental të parlamentit dhe pushtetit të tij, duke çuar vendin në një krizë institucionale? Faleminderit. Është firmosur një grup shteti brenda shtetit në kuptimin e marrjes së pushteteve të parlamentit nga gjykatës dhe prokuror pa ligj dhe moral për llogari të kryeministrit. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Kështu që jemi një diktaturë, edhe kjo fakton 100% përsëri për çdo shqiptar që rendi kushtetues është zëvendësuar me narkorendin dhe diktaturën e drogës. Parlamenti nuk është gjë tjetër vetëm një shtojc e afërmendshit. E kuptoni ju, ka vend në botë. Ju them ju këtu, as në diktaturën e Verhosh nuk dote, që prokuroria speciale përgjon gjykatat speciale dhe kushtetuesit e tjerë me radhë. Prandaj thot afërmendshi se ata thot s'kan ku shkojnë. Pa këta që tregtojnë gjithë ditën me kriminal, ndajnë para, këta nuk përgjon njeri. Shiko çfarë sistemi. Faktikisht tipik në diktaturë. Këta i kontrollon vetëm diktatori me urdhra. Ermal Riza nga Suri Televizion. Një pyetje se takon gjykatës kushtetuese dhe strukturës së posaçme antikorrupsion. Në tetor të vitit 2023 ndaj jush u vendosën 2 masa shtrënguese, detyrim paraqitje dhe bllokim të pasaportës, ndërkohë që ju keni patur dhe keni statusin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë. Pak më herët, pra pak disa javë më parë, SPAK vendosin ndaj një deputete vetëm masën detyrim paraqitje, por jo bllokim të pasaportës. A mendoni se ka patur një koordinim gjykatë kushtetuese SPAK për mos të vendosur 2 masa shtrënguese ndaj një deputeteje për shkak se do të krijojë precedenti i rrezikshëm dhe do të kishte shkeljet të kushtetutës, pra ka një lloj koordinimi? Faleminderit. Asnjë diskutim që ka kombinim. Sepse gjykata është në varësi të SPAK-ut, që i kontrollon dhe shpërndan foto dhe materiale për ta. Pra, këta janë një trup, një korporat kriminale, që kontrollohen nga Krimi dhe Edi Rama. Shumë evidente ajo që thoni ju. Pyetje tjetër i lutem. Duke parë situatën, vendimet e gjykatës dhe në situatën ku ndodhet opozita, për këtë vit do të ketë tjetër protestë kombëtare nga ana Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj? Faleminderit. Datën 26 është protesta tjetër kombëtare më e fuqishmja që ka njohur Shqipëria. Ndaj ftoj shqiptarët me datën 26 marshim në Tiranë. E gjithë Shqipëria në Tiranë. Parore është protesta? Urdhroni? Do njoftohet. –26 nëntor. Sigurisht. Dakor. Këto ishin pyetjet. Nuk të tërhequr. Mosbindja civile është rruga e vetme e ndarjes nga kjo diktaturë. Së fundi, me qenë se pyetje tjera nuk ka, Floriana nuk ka pyetje tjera,
Urdhëroni? Përmbyllni, doktor, fjalën. Nuk ka pyetje tjera. Atëherë, të informoj ju dhe publikun sapo merrdi një lajm se një rezolut tjetër për gjendjen dramatike në Shqipëri është votuar nga Asambleja Politike e Partisë Popullore, e cila është mbledhur në Maltë. 2 përfaqësuesit tanë, 3 përfaqësuesit tanë, se ne përfaqësohemi aty në këtë asamble kësaj radhe me zotin Oert Bylykbashi, nën kryetarin e partisë, zonjën Albana Vokshi, antarin e kryesisë, kryetarin e LDK-s dhe nën kryetarin e gruas Partisë Popullore, Enri Çenon, sekretarin për marrëdhënie ndërkombëtare. Zoti Bylykbashi dhe zonja Vokshi kanë mbajtur një fjalë shumë të rëndësishme, të cilën ata doja përcjellin mediave, dhe rezoluta është votuar me unanimitet të plot. Në përpjekjen tonë të pandërprerë për të paraqitur realitetin shqiptar ashtu siç është, jashtë propagandës së neveritshme të televizioneve kombëtare, 4 televizioneve të klonuara nga RTS-t kombëtare, dhe miliona e miliona euro që paguën Edi Rama brenda dhe jashtë vendit, gjithnjë më shumë zëri opozitës po ndigjohet dhe do ndigjohet. Dhe unë i garantoj shqiptarët se kjo diktaturë të ardhme nuk ka. Falënderoj shumë të gjithë ata përfaqësues të partive si motra që votuan me unanimitet këtë rezolut, dhe përfaqësues të Partisë Demokratike për punën e shkëlqyer që bën në punimet e asamblesë politike të Partisë Popullore Europiane që u zhvilluan në Maltë. Faleminderit. Faleminderit, doktor Berisha. Shihemi në konferencën e sahanës.